Për ata është rregull të të gjithë ulemaja islam, të hershëm dhe të vënshëm, se çdo vepër e robit e cila nuk i ka njërën prej dy kushteve, njërën apo të dyjat, sinceritetin, ikhlasin, me pas për hatër të Allah, dhe në ndë me qenë për podshmëri me shariatin islam. Ajo vepër është hije plëhën, s'ka kur gjëpi sajna, kur për je, se s'ta pranon i madhe Zot. Nuk ta pranon i madhe Zot. Sepse Allahu ka lypë te e diqka, e ti pjafran Allahu diqka. Thë që ta të kom lypa, s'ta kom lypë të. Imaginët të i krejt, shambull tjetër, por sa për me afru pak, anise shambull me madhe të këtë madhe të Allah. Nëse unë studentave të mija që ju them, në vitin e tret e keni qitë plan program. Lazame kanë shqidlere, transakcionet atje. Dhe kur vje ka e provimit, aja tje anisa atje, Allahu është një pejgamberi dërguar i ti, ose avdesi ka 4 farze, o ti. Une thash shqidblerja, transakcionet, ta kum lyp qatë material, o më s'kum lyp më folë për psikologji, e filozofi, e gramatik, e tjere. Jo ku mësu, ke mësu, ke punu, por atë që ku lypon, nuk ke punu, andaj e ki nesht ma. Dhe këtë nesht këtë dynja më në përmirësan, po të zotës në përmirësan, se s'ka fa dytë. Nuk ka. Nuk mune të robi më afru të Allahu me teket e tina. Ja kanë thonë të partë të tonë, jo kështu kemi gjetë, jo mendja për në thëtë. Për nuk shkana e punë. Veprat e mira do t'jenë të plotësojnë 2 kushte. E veprat e jo besimtarëve, zakonisht njërin për këtyre 2 kushteve nuk e kanë, e shumë për këtyre se kanë asë një kusht. Ose si bojnë për Allahun. Dhe të mirët, se ndoshta dhe ne kanë e nuk i bojnë për Allah. Që të bime dhe na. Se bojnë për Allah, në bojnë për kapuq, ose për lek, ose për interes të njës. Jo për Allah. Ose nuk e bën në përputhshmëri me shariatin. Për shembull, dashporia Ramazani, te agjeron, tjetëri agjeron. Aja agjeron për hatër tënd, ose agjeron për dijet. E pat për Allahun, nuk e pat për Allah. Vepra është përputhshmëri me shariatin. Pahan syfër, ditës pahan iftar. Që kjo është agjerimi. Por po i mëngon sinceriteti, ikhlasi me pas veprën për Allahun. Si pranohet. Ose e ka për Allahun, ama rrugën e ka zgjedh gabim. Nuk mund të themi ne se ata të cilët shkojnë të vërrezat dhe sillen tavaf dhe falen aty dhe prejnë korban dhe kajnë e bërtasin o një mam kërë vetë një mu i vdekri vetë një mua nuk mund të themi se kanë për Allah ata besojnë Allah ama rrugën të cilën e kanë ndjekur është dallash, është gabim nuk është përputhshmëri me Koranin, me Sunetin, me fenë islame. Andaj si pranohet Allah, nuk pranohet Allah. Pra ta i madhi Allah po thot. Në ditën e kiametit, kur do dalim para të madhit Zot te bareke ve taala, punët e mira të cilat i kanë bërë dhe kanë shpresuar me to se kanë më ngrit apo kanë më afru te Allahu, le të fshin durt, nuk ka prej tyre asnjë. Kjo është realitet, nuk guzojnë njerëzit më apo rrafsh. Më mirë është më apo kodra më dal rrafsh, se më apo rrafsh më dal kodra stani dalë dhe ty kodër. Se nuk të shana i ditë kiametit, thot këm ka thane ki mirë. Këm ka thane ki mirë ti. E jo, Allah, nuk më të thënë që ki mirë, po e ki keq. Dhe biri veti mas, sa është haleheret, se dikur dënë me ra veti mas, për bëhët banë. Kështu për në mësën Allahu, të e në fjallë të Allahu, të bareke vë ta'ala.